Përshëndetje Beni, pse vetëm sot ku është Qimi dhe Miri? Mirëmëngjes, profesor. Nuk jetën do të gomone për të ardhur. Elvira dhe Dorina? Po janë akoma si përçatis, po presin që dikush të shkojë të zbresin. Po ti si erdhe? Po unë kam një javë që flektua, profesor, se më është përmbytur shtëpia. Po. Okej, Beni mund të mbash çorgarin derisa të vinë dritat. Faleminderit. Mirë, Beni do të fillojmë me historinë. Sot do të më thuash çfarë kuptimi ka në historinë shqiptare data 17 janar. Mësus me leje? Po. Është dita kur do kërkohet rrëzimi i Skënderbeut. Jo, Beni. Data 17 janar është dita kur ka ndërruar jetë heroi kombëtar i Shqipërisë, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Po jo, profesor, 17 janar është ditë e shtunte, do dalin të gjithë në protestë. Do rrëzojnë busti Skënderbeut te sheshi. Beni, je mirë apo jo? Jo te sheshi. Te kryeministria, profesor, ma ka thënë mami dhe babi mua se do shkojnë edhe ata se duan të kërkojnë rrëzimin e këtij që bën si Skënderbeu. Këtë Skënderbeu prej koti më Beni. Po, në çfarë është protesta Beni? Në orën 18.